Merkatoja e janarit ka qenë shumë aktive dhe ka parë lëvizje të befasishme nga futbollistë të shumtë. E të shumtë në numër kanë qenë dhe lojtarët shqiptar, të cilët kanë ndryshuar skuadër gjatë janarit dhe do të luajnë në të tjera ekipe në pjesën e dytë të kampionatit, e madje edhe në kampionate të tjera. Padyshim që 3 lëvizjet më të mëdha ishin ato të Manajt dhe Aslanit që u transferuan në kampionatin turk, apo edhe mbrojtësi Klisman Cake që u largua nga kampionati Maqedonas për të firmosur me Akhmat Groznin në Rusi, ku shpreson që të ketë minuta dhe të grumbullohet sërish nga kombëtarja për 2 ndeshjet e muajit mars. Me këto 2 transferime në kampionatin turk, tashmë kampionati italian ka kaluar në vendin e dytë për numrin e legionarëve dhe vendin e parë në listë ka zënë pikërisht Turqia, që në vitet e fundit të shkthyer në oazin e shumë lojtarëve jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga kampionatet më elitare të Europës. Te Beşiktashi aktivizohet tashmë Kristian Aslani, ndërkohë që Rej Manaj ka firmosur me skuadrën e Sivasporit duke u rikthyer edhe një herë pas aventurës që kishte në Emiratet e Bashkuara Arabe. Sa kaq me Trabzonsporin po shkëlqen Ernest Muçi, por këto nuk janë të vetmit, pasi edhe Indrit Tuci, Qazim Laçi, Arlinda Jeti dhe Taulan Seferi aktivizohen në Turqi, duke e quar në 7 numrin e futbollistëve të kombëtares. Një tjetër emër që ka luajtur me Shqipërinë në U21, por që ende nuk është grumbulluar me skuadrën e parë, është Arda Kurtulan, teksa edhe emra si Roshi, Roca, Bardhi apo Liço i shtohen në listën e lojtarëve shqiptar që aktivizohen në kampionatin turk. Në Turqi mund të ketë shumë lojtarë shqiptar, por Seria A padyshim mbetet liga më e fortë ku shqiptarët kanë shkëlqyer e madje shpeshherë janë shpallur dhe futbollistët më të mirë të javës apo muajit. Ylber Ramadani e Mendon Berisha janë 2 lojtarë që po shkëlqejnë te Lecce, ashtu siç dhe Gjimshiti po bën te Atalanta. Mbrojtësi tjetri kombëtares Ardian Ismaili ka bindur me Torinon, por dëmtimet e kanë penalizuar jo pak, ndërkohë që së fundmi në Serina u bashkua dhe portieri Alen Sherri, që tashmë është pjesë e skuadrës së Kaljarit. Këtu bëhet fjalë vetëm për lojtarë që janë pjesë e kombëtares A, duke qenë se nga skuadrat e moshave ka shumë futbollistë shqiptar që aktivizohen me ekipet e të rinjve, apo edhe emra si vëllezërit Shpendi që po shkëlqejnë në Serinë B. Në vitet e fundit Seria A ka qenë një nga kampionatet që ka furnizuar më së shumti kombëtarën kuqezi dhe që kanë spikatur si me Shqipërinë, ashtu edhe me skuadrat e tyre në kampionatin italian. Megjithse Rusia është e përjashtuar nga çdo kompeticion ndërkombëtar, në kampionatin rus aktivizohen 2 lojtarë të Shqipërisë. Mirlin Daku është i konfirmuar në kampionat aty ku ka shkëlqyer me Rubin Kazanin, ndërkohë që listës i është shtuar dhe emri Klisman Cakes. Mbrojtësi është tashmë pjesa e Akhmat Groznit. Marash Kumbulla dhe Ivan Balliu janë 2 lojtarët që aktivizohen në Spanjë, me këtë të fundit që prej shumë vitesh është pjesë e futbollit iberik. Ndryshe nga Kumbulla që luan si i huazuar, Balliu ka provuar të luajë me skuadra të ndryshme, madje dhe me akademinë e Barcelonës që në rininë e tij. Arbër Hoxha është padyshim kryefjala e momentit kur bëhet fjalë për lojtarët shqiptar që luajnë në kampionatin kroat. Sulmuesi i Dinamos së Zagrebit po shkëlqen me skuadrën e tij dhe protagonist është rikthyer dhe Adrion Pajaziti. Mesfushori shqiptar është pjesë e Hajdukut të Splitit e ka zënë një vend të rëndësishëm. Në kampionatin anglez është Armando Broja, lojtari që përfaqëson Shqipërinë dhe aktivizohet me Burnley. Sulmuesi kombëtares ka nisur të marrë minuta dhe të aktivizohet, ndërkohë që një tjetër përfaqësues është Anis Mehmeti, transferuar së fundmi te Ipswich në Championship, por që duket se ende nuk e ka bindur trajnerin Silvinho për të marrë në skuadër. Jo shumë larg këtyre është Nedim Bajrami që aktivizohet me Rangersin në Skoci, dhe ky jo në një moment të mirë me skuadrën skoceze dhe shpeshherë është menduar largimi. Si rrallëherë dhe nga kampionati shqiptar ka 2 lojtarë që janë rregullisht pjesë e kombëtares. Portieri Ignatias Mario Dajsinani dhe mbrojtësi i Dinamos Nasser Ali janë 2 lojtarët që aktivizohen në superiore, duke qenë protagonist me skuadrat ku luajnë. Mbrojtësi është aktualisht i dëmtuar, por deri në mars pritet të jetë gati për fanellën e Shqipërisë.